Ndjeshmëria njerëzore në të tilla raste kthehet në një nisëm qytetare. Janë të shumtë ata që janë bashkuar për të ndihmuar balerinën e trupës së baletit të televizionit Klan, Sigi Gjini, e cila gjendet në një spital të Hamburgut prej disa javësh për shkak të dëmtimeve të pësuara në një aksident rrugor. Së fundmi, kampioni i botës në kickbox, Ismail Keta, ka vendosur të dhurojë paratë që do të fitojë nga ndeshja e 7 dhjetorit për shërimin e Sigit. Kurimi i saj kushton dhe Ismaili është ofruar të jetë pjesë e nismës për të shpëtuar balerinën 22 vjeçare, e cila është aksidentuar rënd. Këto para, ai kishte menduar t'i dhuronte për një tjetër vajzë që po kurohet në Gjermani, 16 vjeçaren Ambra Meda, por kurimi i saj u mor përsipër nga qeveria gjermane. Nismës për të ndihmuar Sigin janë bashkuar edhe mjaft figura të ekranit dhe biznese. Po i thirrje të gjithëve që kanë mundësi, numri llogarisë është në ekran, është vërtet shumë e trisht, po nëse kemi mundësi që të bëjmë diçka, le ta bëjmë. Ti bashkohemi këtij apeli të rëndësishëm për jetën e Sigit, për familjen e saj dhe siç e shikoni gjatë gjithë kohës tashmë edhe në vazhdim të bisedës sonë, ju do të vazhdoni ta ndiqni, ta keni këtë numër llogarie aty në mënyrë që ta mbani shënim dhe të mund të derdhni një kontribut nga ana juaj në emër të jetës së Sigit për të ndihmuar Sigin, balerinën 22 vjeçare, të cilës jeta i është ndryshuar në mënyrë rrënjësore. Them drejtë ishte një lajm shumë të rënditës, gati pa besueshëm. Një gjë që tash që flas jam kështu gati i ngashëruar për këtë gjë, sepse unë atë vajzë e kam njohur personalisht. Dohet bëj një apel për mbar opinionin publik, për institucionet, sidomos bizneset, që të kontribuonin sadopak duke menduar sikur të ishte fëmia e tyre. Dhe këtu bëhet fjalë për të shpëtuar, unë them për shpëtuar një jetë. Dhe do Zoti që e vajza të rikthehet dhe nesër të esim e këmbë veta, e them me gjithë shpirt. Ndihmat për Sigin po mblidhen në këtë llogari bankare, ndërsa në Facebook është hapur një faqe sensibilizimi ku çdo ditë shtohen emrat e atyre që janë të gatshëm të japin diçka për kurimin e saj.